Siç e tham më herët, ti ke qenë gjithmonë një mbështetës i fortë i familjes. A është kjo arsyeja pse ke punësuar të gjithë familjarët e tu në administrat? Tani, edhe unë si gjithë tjerët kam dhe unë familje, kam edhe njerëzit e familjes. Dhe unë nuk mendoj që ne që kemi për hir të asaj që ne kemi një detyrë të përkohshme në politik, familjarët tanë mos kenë të drejtën të punojnë, të kujdesen për familjet e tyre, në fundit të jetojnë dhe ata si gjithë tjerët. Edhe ata meritojnë si të gjithë tjerët, që në përputhje me arsimin, formimin dhe mundësi që krijohen, të punojnë dhe të kujdesen për veten dhe për familjet e tyre. Dhe unë nuk mendoj që ata duhet penalizohen nga të qenurit e të afërmve të tyre në politikë. Në fundit unë jam përgjegjës për familjen time të ngushtë, për bashortën dhe fëmijët, për bashortën time dhe fëmijët e mi. Por pjesa tjetër e familjes janë në shtëpitë e tyre, janë në jetën e tyre dhe nuk ka arsye pse të penalizohen nga mbiemrim. Përkundrazi, unë mendoj se ata edhe jam i bindur për këtë ndjen krenar për këtë punë që unë bëj. Sepse e din se ku kam punuar dhe kam marrë votën dhe besimin e qytetarëve në Dibër, në Tiranë, edhe në Lezhë, e din të gjithë se sa bëj dhe sa përpiqem të bëj unë për njerëzit për t'u dhënë mundësinë se çdo kush kur fillon jetën rishta s'ka nevojë për një suport dhe për dorën e dikujt. Tani me që fisin tënde ke rregulluar me punë, ata të mitë kur do t'i sistemosh? Se ata mendojnë që ne jemi shumë të afër dhe më kërkojnë punë andaj rrotull nga burgu i Drenovës, Hipokradeci që ta kenë ndër shtëpisë. Nuk do të mundohen fare. Ata kanë të drejtë që mendojnë se ne jemi të afërt, por unë mendoj se nga fisi vetëm ti duhet të jesh pa punë. Unë edhe mund të jem pa punë, po pres të vi për dën pushtetet atë më rregulloj, se nga ju nuk është se ka. E po keq më vjen me dhona drejtën që ke tu prit gjatë pa punë, kështu që po të duhesh ma çon ai SMS dhe ti kur të hapet në event punë, se do ta bëj mund. Mund të them dhe unë që jam pjesë e familjes Manja. Nuk ka rëndësi, ti thuj jam Lolita, nuk ka rëndësi të thuash fare. Po që ke tu ngel gjatë pa punë, me sa shoh ato thuhet që kanë rregull.